është se para vitit 2013 nuk ka pas korrupsion. Edhe në kohën kur ka qeverisë Partia Demokratike, edhe në kohën kur ka qeverisë Partia Socialiste. Por përveç faktit që tani është më evident sepse po luftohet, po goditet e tjerë, ka edhe një diferencë shumë të madhe. Korrupsioni deri në vitin 2013 ka qenë i përgjakshëm. I përgjakshëm, e vërtet. Sepse janë vrarë njerëz duke i vjedhur, e vërtet. Siç është Gërdeci, dhe janë vrarë njerëz duke i shfrytzuar, barbarisht në një sipërmarrje që ishte korruptive totalisht. Janë vrarë njerëz mes bulevardit. Mes bulevardit. Tash ti për këtë. Dhe janë vrarë njerëz për të mbritur një akt të pastër korrupsioni edhe vjedhje. Kështu që korrupsioni ka qenë aty, ka qenë i përgjakshëm, ka qenë i pahetueshëm, i pagjykueshëm, i pandëshkueshëm. Ndërkohë që tani është i hetueshëm, i gjykueshëm dhe i ndëshkueshëm, madje edhe i sekuestrueshëm. Dhe i sekuestrueshëm. I ndëshkueshëm, atëherë letja fillojmë. Se kisha këtë pyetje dhe manxore. Pra, ju thoni korrupsioni si ndëshkueshëm. Dhe thot me të drejtë që korrupsionin qeverin para se të vinit ju në pushtet, ka qenë i përgjakshëm. Dhe bim dakord me këtë dhe ju thot 3 shembuj, po mund t'japim edhe shembuj lokale më të vogël sa duhet. Mund t'ju jap një shembull që është shumë signifikativ. Është Bulqiza. Njerëzit që vazhdojnë humbin jetën atje në për galeri, po që shiko, një jetë është shumë e shtrenjtë edhe një, e vetme. Edhe aty po ndodhi një dramë, se është akoma nëndve një djalë i ri atje, që strukturat e shtetit po merren që ta nxjerrin paktën nga dheu për t'i dhënë prindërve një vend ku po të llogarisim edhe vrasjet për biznes. Por po them, në Bulqiz, për shkak të mënyrës se si është privatizuar kromi, për shkak të mënyrës se si janë dhënë licencat e kromit, korrupsioni ka marrë një trajt të tmerrshme e të përgjakshme pikërisht atje në Bulqiz. Dakord. Tash ti, për të ardhur për punëtorët, për fat keq për punëtorët. Ju që thatë tash edhe sekuestrohet edhe dënohet edhe dëshkohet edhe vritet. Atëherë, çfarë mendoni për Spakun? Kur shumë mirë ka bërë dhe ju keni leju, do nuk jeni fut në përkom Spakut me arrestimet që ka bërë dhe janë shumë nga Partia Socialiste dhe janë pushtet dhe nuk është se më vjen keq, kush fusit durët në... Dhe janë pushtet dhe kanë qenë njerëz me pushtet. Se shumë e rëndësishme. Po, kanë qenë njerëz me pushtet. Dhe ju keni 35 vjet në politik, do në që fëmijë keni hyrë në politik, por mund thonë çdo gjë për Erion Braçe, por nuk thonë që Erion Braçe o hajdut. Nuk thonë që Erion Braçe ka bërë korrupsion. Hajdut me zorë nuk bë kush. Që t'jemi qarë. Po nuk deshe të vjedhësh, nuk të merr njeriu, thot hajde vidh. Po.